Në vitet e errta të okupimit serb, ky vend i shenjtë nuk i shpëtoi dhunës, por si gjithmonë, ajo dritë u rikthye. Projekti është shumë dimensional. Unë mendoj që ndalmen dhe të kena edhe si pjesë të asigurimit kulturore. Kontur. Në zemër të Kosovës, ndër fushat e gjera dhe pjellore të qendrës së vendit, qëndron Lipjani, një komunë që lidhet me traditë, me besim dhe popullsi të re që sheh përpara. Me rreth 55.000 banor që jetojnë në qytet dhe fshatra, Lipjani është një vend ku kultura muslimane është thellë e rrënjosur dhe ku besimi bashkjeton me aspiratat qytetare. Në këtë peisazh jetësor, Këshilli i Bashkësisë Islame të Lipjanit ka qenë fryma shpirtërore e komunitetit. Aktiv që nga viti 1956, ky institucion ka ndërtuar ura, jo vetëm mes besimtarëve dhe Zotit, por edhe mes njerëzve vetë, me përkushtim, me qetësi dhe me dinitet. Por jo gjithnjë është dhënë kjo qetësi. Në vitet e errta të okupimit serb, ky vend i shenjtë nuk i shpëtoi dhunës. Regjimi dogji selin e Këshillit, duke dashur të shuaj dritën e besimit. Por si gjithmonë, ajo dritë u rikthye, më e fortë, më e palëkundur. Dhe sot, kjo dritë po merr formë konkrete në një nga projektet më të mëdha e më domethënëse për qytetin, ndërtimi i xhamisë qendrore të Lipjanit. Një xhami që nuk është thjesht gur e qimento, por një simbol i gjallë i qëndresës, i bashkësisë dhe i dashurisë për Zotin. Një hapësirë e shenjtë që do të mbledh fëmijë, të rinj, familje e pleq, në lutje, qetësi e bashkim. Për të kuptuar më shumë mbi këtë rrugtim, nga themeli deri në kupol, kemi biseduar me kryetarin e Këshillit të Bashkësisë Islame të Lipjanit, Zaim Baftiun. Ky projekt i xhamisë, me të drejtë e titullojmë jo vetëm xhami, por është një qendër islame, është sa i rëndësishëm, po aq edhe i nevojshëm për besimtarët e këtij rajoni dhe të kësaj komune. Lipjani është një komunë e cila është në hap me kryeqytetin dhe rritja e popullsisë ka qenë e nevojshme që besimtarët të kenë edhe një xhami ku mund të kryejnë obligimet edhe ritualet fetare. Ky projekt kaq i bukur, ky projekt unik, natyrisht i përmbush nevojat edhe kriteret e besimtarëve që të falin namazin e xumas dhe namazet e tjera, por në të njëjtën kohë është një projekt i cili me të drejtë Lipjanit ja ka dhënë edhe një pamje edhe një dimension tjetër. Natyrisht është shumë i veçantë edhe shumë i nevojshëm. Projekti është shumë dimensional. Domethënë, ajo që mbetet kryesore është projekti i xhamisë, sepse është me të vërtetë një xhami moderne me shumë kushte të nevojshme për besimtarët, por megjithatë në kuadër të xhamisë janë edhe projektet ose lokalet përcjellëse, të cilat ja japin rëndësinë, domethënë sallat për student, klasat e mësim besimit, zyret dhe shërbime tjera, po ashtu domethënë pjesa e fundit e cila mbetet parking, që është i nevojshëm për projektin tonë dhe pjesa para xhamisë, domethënë është një projekt i kompletuar në stilin e xhamisë edhe si një qendër islame. Natyrisht neve xhamin e kemi për çështje kryesore, për faljen, mirë po në kuadër të xhamisë janë edhe lokalet, edhe sallat e leximit, edhe sallat e konferencave, edhe libraritë, edhe bibliotekat, edhe sallat e mësim besimit edhe kështu me radhë. Domethënë një projekt në të cilën përfshihen shumë çështje të cilat janë të nevojshme për besimtarët tonë. Falendërues gjithsesi do të jem ndaj atyre të cilët fillimisht këtë pronë, e cila ka qenë pronë publike, domethënë është ndarë nga komuna e Lipjanit, që ndërtohet ky projekt i bukur, jam mirënjohës për të gjithë ata të cilët kanë kontribuar që ky projekt ose kjo tokë të jetë tokë e Këshillit Bashkësisë Islame Lipjan, një herët e Bashkisë Islame të Kosovës, dhe gjithsesi falendërues për muftiun e nderuar Tërnava për gjetjen e donacioneve, sepse është një projekt i cili ka një kostë dhe një vlerë jashtëzakonisht të madhe, dhe po e shihni që është një bukuri e veçantë dhe një projekt në detaje i realizuar me punime të bukura dhe punime unike për qytetin tonë dhe xhamin tonë. Punimet janë në fazën finale, domethënë 540 ditë në të cilën ka qenë i paraparë që të përfundojnë punimet, jemi afër finalizimit, edhe neve po shpresojmë me ndihmën e Zotit Madhruar, edhe punimet intensive sipas planit dinamik të cilat janë duke u realizuar që brenda këtij vitit kemi edhe hapjen zyrtare. Neve pjesën e zakatit e kemi shtyllë të kësaj feje. Domethënë këtë fe tonë mban edhe gjallë dhënia e sadakase dhe dhënia e zakatit. Natyrisht
sadakatun xharje, sadakaja e cila është rrjedhë se ka një shpërblim të veçantë. Ne prej parimit fese kemi që gjithmonë të kontribojmë në projekte të cilat kanë shpërblim të vazhdueshëm. Këtë xhami neve e kemi donacion komplet, por megjithatë kemi çështje të cilat neve si Këshilli i Bashkisë Islame dhe besimtarët tonë janë duke kontribuar për çështje të cilat nuk janë të përfshira në projekt. Kemi raste kur kemi eliminuar shtyllat edhe rrjetin elektrik, i cili ka qenë në hapësirë dhe ka penguar hyrjen në xhami, është bërë prej donatorëve në mënyrë vullnetare. A më thonë, besimtarët tanë janë të interesuar të kontribojnë në vazhdimsi, jo vetëm për këtë xhami, por edhe shumë xhamia tjera dhe projekte të cilat ju shërbejnë besimtarëve, sepse siç ka thënë edhe i dërguari i Allahut Muhamedi alayhis salam, khairun nas anfa'u lin-nas, njeriu më i mirë është ai i cili është i dobishëm për njerëzit e tjerë, pra dobia e besimtarëve shfaqet edhe vrehet kudo. Përveç ndërtimit të xhamisë qendrore në komunën e Lipjanit, gjatë këtij viti janë përuruar edhe 2 objekte të rëndësishme fetare që pasurojnë jetën shpirtërore të banorëve. Një xhami e re u hap në fshatin Torin, duke sjellë më afër besimin dhe shërbimet fetare për komunitetin lokal. Ndërkohë një tjetër xhami është ndërtuar dhe përuruar në fshatin Rufc, duke kontribuar në forcimin e bashkësisë dhe duke ofruar hapësira të reja për lutje dhe aktivitete fetare. Këto investime tregojnë për kushtimin e vazhdueshëm të Këshillit të Bashkësisë Islame të Lipjanit për të përmirësuar jetën shpirtërore dhe sociale të besimtarëve në gjithë territorin e komunës. Me projekte të tilla, besimi dhe tradita vazhdojnë të jenë shtylla kryesore që lidhin komunitetin dhe e udhëheqin përpara drejt së ardhmes. Si Këshilli i Bashkisë Islame Lipjan, domethënë për momentin aktual i kemi duke llogaritur edhe këtë xhami 36 xhami. Më thonë, xhamia 36 është xhamia kryesore dhe qendrore në Lipjan. Para disa muajve ne kemi bërë përurimin e xhamisë në fshatin Torin, një projekt pashtu i bukur për fshatin Torin, dhe xhaminë e fshatit Rufc, e cila pashtu është kompletuar. Dhe marrë në përgjithësi infrastruktura fetare dhe xhamit po kompletohen elhamdulillah falë mbështetjes së kryesisë Bashkisë Islame të Kosovës, mbështetjes së donatorëve, mbështetjes së bamirësve dhe besimtarëve tanë. Inshallah Zoti shpërblen që të gjithë. Për të zbuluar më në detaje punimet e ndërtimit, stilet arkitekturore dhe elementet unike që e bëjnë xhaminë qendrore të Lipjanit një projekt të veçantë, kemi biseduar me inxhinierin përgjegjës të këtij projekti, Ramadan Thaqin. Ai na shpjegon si është konceptuar ndërtimi, cilat janë veçoritë arkitekturore që dallojnë këtë xhami dhe si janë përshtatur elementet tradicionale me nevojat moderne të komunitetit. Stili i xhamisë është një stil i kombinuar me stili tradicional edhe stilit bashkohor modern. Arsyeja pse stili tradicional janë pikërisht kupollat që i kanë prezantuar me haqet, gjysmë haqet, dhe pjesë e kupollave, pjesë e haqeve, ndërsa stili bashkohor që është modern është pjesa kombinimit fasadës ventiluese e punuar dhe së bashku me fasadën me tulla që i kena pjesën e jashtme. Projekti si xhamia e Lipjanit, kjo që duke u punuar, është pikërisht për plotësimin e nevojave fetare brenda qytetit të Lipjanit dhe më gjirë, për arsye se objekti si objekt i përmbush të gjitha nevojat e përshtatshme të cilat duhet mi pas një banor i cili vjen falën në këtë xhami. Duke i filluar pi parkingut të jashtëm, tani që fillon edhe me parkingun e brendshëm, fillon edhe me pjesë e sallës së faljes së namazit, është pjesa e përrthesës. Hapësirën e brendshme, pikërisht në përrthesë i kena 420 metra katror, që në konvertim në faljen e xhamatlive mund të jetë dikon 420 persona që mund të falen në përrthesë. Pjesën e katit 1 dhe pjesën e katit 2 i kena dikon 210 metra katror për hapësirë të faljes, që përkthehet dikon përgjithësi mban hapësira e brendshme për falje deri në 840 persona. Tani kena mundësi edhe hapësirën e jashtme që mund të shfrytëzojmë pa problem. Ato si hapësirë të përgjithshme kena 410 metra katror, që domethënë prapë na mundna më fal edhe 410 persona të tjerë pjesën e jashtme. Pjesën poshtë që janë hapësira polifunksionale, edhe ato mund shërbyer si hapësirë të faljes, që përfshin edhe ato dikon i përfshin 300 metra katror. Ventilimi përgjithësi, sistemi makinerisë o konceptuar në atë mënyrën më të mirë të mundshme që banorët, që xhamatit që vjen më fal këto, nuk ka më pas problemin e nxehtit ose flladit ose diçka tjetër, gjithsesi ka më konën në mënyrën më të mirë të mundshme. A kemi 2 lloje të akustike në xhami, në akustikën që e kena poshtë e kena të akustika
ligjerata imamit ku kryet, që të kina akustikin kryesore, dhe akustika 2 përshtirët për natit e të poshtë, këto detare tas që për shifni, edhe qoshat që i kena nuk janë përdojë si akustik tjetër, si akustik ndimse e reflektimit të zonit. Dizajni brendshëm i kësaj sallës për funksionare bëhet varësisht për shërbimit për të cilën po shërben. Në rast se na kena ndonjë prezantim të një seminarit, kjo ndryshon për bërën strukturën brenda. Pjesën mbarore, pjesën që jena të pa mund të vendos karikat për ndërgjim, ndërsa pjesën tjetër mund të jetë edhe dyshemia e ngritën, e cila bëhet për me qëllim shpjegimit sa më të mirë. Nëse kena rast të bëjë se kena mesadat mësimit, ideja bëhet ndryshe dizajnit, ku karikat mundën televizin për varësisht për shërbimin. Nëse kena diçka mlidhje, diçka, karikat fillojnë ta marrin tjetër mënyrë. Pjesa hapësirave që po shohim këto, fillimisht është pjesa bibliotekës, ku kam shërbyer si bibliotekë dhe leximore për studentët, të cilët mendojnë të lexojnë brenda ditorive fetare. Pjesa tjetër që po gjejmë këto është zyre për takim, zyre takimin, ndërsa pjesa tjetër shërben si zyre për imanin. Pjesën tash që jena janë pjesa kryesore e hyrjes në xhami, ku veçantë e këtij projekti janë pjesë përbërëse edhe këto shkallë. Do thotë këtu kanë marrë shkallë, është njëna prej hyrjeve të xhamisë. Po, këto janë njëna prej hyrjeve të xhamisë. Stili i përdoret në mënyrën e dizajnimit të shkallëve, mendoj që ndalmen, dhe të kena edhe si pjesë të trashëgimisë kulturore. Okej, këtë pjesën e dizajnit këtu do më thonë është mendu kjo pjesa e trashëgimisë kulturore. Po, që është një element që tjerat objekte nuk e kanë, sidomos pjesë e xhamisë tjera nuk e kanë këtë element. Që kjo është ajo ëmbëlsia që e gjejmë veç në xhamin e Lipianit. Po, mënyra dizajnimit që përbohet për shkallëve kryesore në mes dhe 2 anëve me xhërbrim. Do thotë mrena shkallëve ka me pas pjesë dëgjelbrueshme që anash asa nuk përdoren si. Do thotë është menduar dhe ajo pjesa që qysh në hymje të xhamisë me tërhek, ndoshta vizitorin, xhamatin, besimtarin. Ndërtimi i xhamisë qendrore të Lipianit nuk është vetëm një projekt ndërtimor, është një dëshmi e gjallë për kushtimit, e bashkëpunimit dhe dashurisë që ky komunitet ka për fen, për identitetin dhe për njëri tjetrin. Në çdo tull të kësaj xhamie, në çdo detaj arkitekturor, është ngolitur një qëllim më i madh, të u shërbej brezave të tanishëm dhe atyre që do të vinë, si një hapësirë për lutje, për dije, për paqe dhe për bashkim. Për kushtimi i Këshillit të Bashkësisë Islame të Lipianit, donacionet nga brenda dhe jashtë vendit, mbështetja e qytetarëve dhe puna profesionale e realizuesve të projektit, tregojnë qartë se kur bashkohen vullneti dhe besimi, ndërtohet më shumë se sa një objekt, ndërtohet një trashëgimi. Kjo trashëgimi nuk ndërtohet vetëm me beton e gur, por me zemër dhe kontributin e secilit, sepse vlerat më të mëdha dalin pikërisht nga dhurimi i sinqert, nga ndihma e heshtur, nga mbështetja që buron nga besimi. Lipiani sot është dëshmitari kësaj trashëgimie në ndërtim, dhe nesër ajo do të flasë vetë, me thjeshtësinë, bukurinë dhe fuqinë që vetëm një shtëpi e Zotit mund të bartë.